që ti thuash dikujt se kjo ka ndodhur, e mbaj mend shumë mirë natën kur është kthyer nga kapsula shkurta, dhe atë natë është dhënë dhe historia e Elionës, e trisht që ka. Po unë mas pari kompoj tani Eliona. Dhe atë natë që ti të mos qohesh, për shembull, të japësh një përqafim, një vajze që loton për jetën e saj shumë tragjike që ka kaluar, është arsye për të mërzitur. Dhe Ojta, na mas pari, po anë den, tu kom gjuhë dhe mund të isha ti momentu së më vruhe. Të ngresh një çështje pastaj për një fjalë që ajo të ka thënë gjermanisht, që unë nuk ja di kuptimin, por okay, hulumtova e pash dhe na i shpjegoi dhe Eliona, dhe ta ngresh pas 2 ditësh ose 24 orësh kur ka qenë që ti kujtohesh se duhet ngrej një çështje, duhet bëj një debat që dalë në prime, këto janë gjëra shumë dukshme këtu jashtë. Jo besoj kur është në prime, po thjesht ka njerëz domethënë që prekën edhe asnjëherë çaj person që prekët nuk po merret parasysh ndjesia e atij personi. E kujt person, fol konkretisht. Unë në këtë rast. Unë në këtë rast u preka për fjalën që më tha. Okej, të kërkoj falje. Po fizik, po ani den rregull, unë e kom falë. A ja vlen të bësh aq e vrazhd? Çka aq e vrazhd? Ajo ka kërku falje derisa u bë pak e madhe kjo punë. Tu është pa karakter. Po ti nuk fole me mua, që aty është pika që nuk shumë pengon. Janë fjalë shumë të rënda. Me diçka si janë fjalë fjalët që i ke thënë që je pa karakter, bën si angjëllore, po ti nuk je kështu, je e ligë, janë fjalë shumë të rënda. Janë fjalë shumë të rënda. Që cënon drejt për drejt personalitetin e banores aty brenda. Megjithatë ti mbase kështu ke zgjedhur. Se marr parasysh këtë mendim hiç. Jo, nuk ka problem. Unë nuk flas, unë nuk flas vetëm për ty këtu. Unë flas për mijëra shikues dhe teleshikues.